Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Njëra nga gjërat më interesante që mund t'i ndodhë një njeriu gjatë leximit të librit shenjtë, Kuranit Fisnik, është se aty në Kur'an, gjatë leximit, mund t'a gjej vetveten. Allahu i Madhnueshëm në Kuranin Fisnik i ka bërë një zbërthim, një ekzaminim, ose mund të themi edhe një diagnostifikim natyrës njerëzore. Diku rreth 15 tipare, kryesisht negative, ja përshkruan Allahu i Madhnueshëm llojit njerëzor. Këto tipare kryesisht negative nuk do më thonë se një njeri i ka të gjitha të njëjtën ku. Ato janë te natyra e njeriut. Pastaj çdo njeri mund të ketë 2, 5, varësisht prej ambientit dhe rrethonave në cilat rritet. Mirë po, në gjendjen fillestare, çdo njeri ka këto tipare. Sepse në një farë forme, këto tipare ja ka falë Zoti i Madhnueshëm njeriu, sepse njeriu është krijuar për një mision delikat në këtë botë. Mirë po, nëse këto tipare nuk kanë një lloj limiti, nuk mohen të kontrolluara, eventualisht nuk shoqënohen me tipare imanore, tipare të besimit përballë tyre, atëherë me të vërtetë njeriu mund të jetë një qenie jashtëzakonisht e rrezikshme në këtë botë. Prandaj Allahu i Madhnueshëm përballë gjitha këtyre tipareve që i paska natyra njerëzore, i ka ndërtuar tipare të tjera të cilat i manifeston ose i ndërton besimin në Zotin, respektivisht feja, dhe çdo njeri duhet të jetë i vetëdijshëm cilat mund të jenë tiparet negative që mund t'i bardh karakteri i tij dhe ato, si më thon, t'i ballafaqoj me tiparet pozitive, cilat i përfaqëson ose i zbret Zoti i Madhërisëm në librin e tij të shenjtë. Dhe me to, si më thon, t'i kontrolloj dhe t'i maj në limitet e lejuara. Për shembull, njeriu përka natyra është koprac, por vjen vlera e bujarisë. Dhe njeriu, si më thon, vazhdimisht duhet ta ballafaqoj tiparin e kopracisë me cilësinë e bujarisë, në mënyrë që ta maj balancin. Njeriu është qenie polemizuese, e don polemikën. Pse e don polemikën? Sepse njeriu ka aftësi të shprehjes dhe ka mendje. Sepse edhe të folurit, edhe mendja ju kanë dashur njeriu në këtë botë. Por roli i fesë e i besimit është pastaj ta qes polemikën përballë të vërtetës dhe mos ta polemizoj të vërtetën. Njeriu përka natyra është qenie e cila, domethënë, kryesisht i mohon të mirat. Shumë të në rast është mohues, është bukë për mys, siç i themi. Duhet ta ballafaqoj me tiparin e qenurit minjës, qenurit falëndërues e kështu me radhë. Domethënë, njeriu është krijuar me një natyrë të caktuar, e cila është dashur të krijohet të tillë për ta bërë jetën këtë botë. Në njëjtën kohë, Zoti i Madhërisëm i ka bërë thirrje që kjo qenie të lidhet me Zotin e Madhërisëm dhe në një farë forme ta merr ilaçin hyjnor dhe me to t'i kontrolloj të gjitha këto tipare negative, të cilat në situata të caktuara mund t'ia bëjnë njeriu, domethënë, shumë të dëmshëm, shumë të rrezikshëm dhe në një farë forme të devijuar në total.